Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump njoftoi një tarif 100% për filmat të prodhuar jashtë SBA-s, duke thënë se industria vendase e filmit po përjeton një vdekje shumë të shpejtë për shkak të stimeve që shtetet e tjera po ofrojnë për të tërhequr regjizorë amerikan. Kjo është një përpjekje e përbashkët nga kombet e tjera dhe për këtë arsye një kërcënim për sigurinë kombëtare. Ndër të tjera është mesazh dhe propagandë, tha Trump në një postim në Truth Social. Presidenti amerikan theksoi se po autorizonte agjencitë përkatëse qeveritare të SBA-s si Departamenti i Tregtisë që të fillonin menjëherë procesin e vendosjes së një tarife 100% për të gjithë filmat e prodhuar jashtë vendit që më pas dërgohen në Shtetet e Bashkuara. Sekretari i Tregtisë Latnik, duke postuar në rrjetin X, tha: "Jemi duke punuar për këtë." As Latnik dhe as Trump nuk dhanë detaje mbi zbatimin. Nuk është e qartë nëse masa do të synojë kompanitë e prodhimit të huaja apo amerikane që prodhojnë filma jashtë vendit. Prodhimi i filmave dhe televizioneve në Los Angeles ka rënë me gati 40% gjatë dekadës së fundit, sipas Film LA, një organizatë jo fitimbrëse që gjurmon të dhënat e rajonit. Ndërkohë qeveritë në të gjithë botën kanë ofruar kredita timore dhe zbritje më bujare për të joshur prodhimet, si dhe për të kapur një pjesë më të madhe të 248 miliard dollarëve që Amber Analysis parashikon se do të shpenzohen globalisht në vitin 2025 në këtë sektor. Postimi i Trump vjen pasi ai ka shkaktuar një luftë tregtare me Kinën dhe ka vendosur tarifa globale që kanë tronditur tregjet dhe kanë shtuar frikën e një recesioni në SBA. Një ish zyrtar i lartë i tregtisë dhe bashkëpunëtor i lartë në Qendrën për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare tha se hakmarrja kundër tarifave të filmave të huaj të Trump do të ishte shkatërruese.